Kur e kam dëgjuar për herë parë emrin e të ftuarës, realisht kam menduar që ishte një personazh i një seriali turk, edhe ja dëgjoja shpesh, Hati, historia e saj, bëmat e saj, domethënë saqë themet që njerëzit flisin për të dhe thash njerëzit janë fiksuar si gjithmonë me personazhe të një seriali të famshëm turk që padyshim do ishte edhe klani. Pastaj më thanë që Hati ekziston, është një vajzë 18 vjeçare, e cila është shumë e famshme në TikTok, është një vajzë me shami. U futa në TikTok edhe që ditën e parë që jam futur, dhe ka qenë para rreth që e kam një orë, do t'jetë më shumë se një vit, thjesht jam magnitur nga aftësia saj për të bërë për vete kaq shumë njerëz. Dhe unë nuk kam parë TikToker tjetër, dhe unë jam njëri që e ndjek shumë media sociale, qoftë për shef, por më shumë për punë. Unë nuk kam parë njëri tjetër në Shqipëri apo në trevat shqiptare që të merrte mbi 1 milion për video. Dhe nuk po flas vetëm video të punuara shumë, po flas edhe video jam këtu me një qeshur, me të qeshur kështu shumë lezetshme, jam këtu, pash këtë, shi sa bukur është edhe 1.2 milion. Tani kam hapur TikTokun e Hatit, 1.2 milion, 1.1 milion, 1.5 milion, 1.5 milion, 921.000 që do shkojnë 1 milion, 1.9 milion, Hati u lodha shumë miliona në TikTokun tënd. Faleminderit një herë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Më bëhet shumë qefi që erdhe. Gjithashtu. Edhe që ke bër, nuk e di. Tamam, ti je 19 vjeç, ë? Po. Ç'i ke bër? Tamam kështu një ke një lloj lumturie, një vajzëri, një romancë aty tek veshja jote. Hati ke bër namin. Ke bër namin. Namin si padashje. Namin si padashje, po është një nam që unë realisht të doja shumë, domethënë desha shumë të të kisha në program. Desha shumë dhe u mundova shumë të të kisha në program, sepse ti besoj për rreth 2 vitesh ose pak më shumë, nuk e dal në asnjë vend. Po, shumë e vërtet. Dhe ke 2 vjet domethënë që je në TikTok shumë aktive, por i çmend njerëzit dhe unë vërtet më beso, kam menduar që ti ke qenë personazh i një seriali turk. Po ja që je vërtet. Unë jam e vërtet, ekzistoj edhe këtë gjë e kam bërë shumë natyrshëm, është pasion im. E kam pasur që e vogël këtë qefin për të bërë video, për të filmuar, mblidhja gjithë grupin, unë bëja filma në përshpi aty, edhe e ktheva pastaj për gjithë shqiptarët, në hobi, në pasion, më ndjekin, edhe kam vënë re që kam ngjallur shumë interes tek njerëzit. Shikojnë, më ndjekin me qef, ca jo, ca po, s'rëndësika. Po, ti ke një, nuk e di sepse komentet bëjnë punë e tyre dhe ti nuk ka rëndësi moshën në fakt, komentet edhe të mërzisin, por ti ke gjithmonë një gjë që më pëlqen mua shumë tek ty dhe besoj që kjo është një nga armët e tua më të forta, pavarësisht dhe pjesës tjetër të lojës si e luan ti me interesin e publikut, është fakti që ti buzëqesh shumë. Dhe buzëqesh dhe ke shumë të vërteta të buzëqeshjen. Neve si popull ballkanas nuk e kemi buzëqeshjen, nuk e kemi në natyrën tonë. Pra buzëqeshi, po ndonjëherë na duket, besoj unë, mendoj dhe ky është opinioni im personal, që na duket si ngërdheshje. E kemi kështu sikur e kemi me zor. Kurse ti ke një lloj buzëqeshi që është shumë ndërkombëtare. Domethënë, po të shosh kur themi ne kur komentojmë të huaj, pse janë këto kaq të lumtur, pse janë kaq të qeshur, dhe ti ke këtë lloj buzëqeshje naive tënden. Këtë e pash edhe kur u takuam pak më parë intervistës, se jemi takuar për tu takuar me këto ishte në intervistë, dhe pash që e ke shumë të tënden. Dhe më vjen të pyes para se të kthehemi prapë te TikToku që çfarë fëmijëri e ke pasur ti që ke këtë buzëqeshje? Nga vjen? Se ka shumë njerëz që nuk dinë asgjë për ty, vetëm ai sa shohin TikTok. Fëmijëria ime ka qenë shumë e bukur, kam kujtime të bukura edhe e kujtoj si momentet më të bukura të 19 viteve jetesë që kam. Po ku je rritur? Më thuaj pak për veten. Unë jam rritur në Durrës, nga zona e plazhit. Kam bërë edhe shkollën diku afër Buzdetit, edhe na nxirrin shpesh herë orën e fizkulturës andej, edhe unë jam vajzë deti, unë te deti gjej qetësinë, më pëlqen, kam një lidhje shumë shpirtërore, por që edhe brezim ka qenë brezi që dilte dhe luante për jashtë. Domethënë mos më ka kapur plotësisht ky brezi i telefonit. Jam midis këtyre 2 brezeve dhe kam pasur plot shoqe, edhe shok, më shumë shoqe. Por që loja ime preferuar ka qenë topa djeksi, edhe volejbolli. Mbaj mend vitin e parë gjimnazit, mbaj mend se vitin më të bukur, ka qenë shumë vit fan, edhe kam shkuar maksimum. Ç'a ndodhi te ky viti kaq interesant? Ndrova shkollën, edhe po. Pas shumë kohësh që isha lutur të shtëpisë për të ndruar shkollën,
Kur do futesha në vit parë gjimnaz, thash tani gjimnazi duhet ndru shkolla. Edhe shkova në një shkollë tjetër, jashtë Durrësit, shkova në Tiranë, e bëja vajtjar dhe ishte pak e lodhshme, por që aty unë zura një shoqëri të papart, të ngushtë që i kam akoma dhe sot, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Më gjante si shkollat në Amerikë, ka qenë e bukur si shkollë, më mend. Ti hati je goca e mesit, ke një motër të madhe, je e dyta, pastaj ke motër të vogël dhe një vëlla më të vogël. Jo, kam një vëlla edhe një motër më të vogël. Më të vogël. Pa. Po prap, okay. Po pra mes gocave ti je mesit. Po mes gocave, se çuni nuk quhet se çuni vetëm. Po çuni vetëm, tamam. Po kalamajt e mesit janë gjithmonë çik më ndryshe. Disa i quajnë Delia Zez, mu janë kalamaj që mund të sjellin revolucione në familje, mund të jenë tërësisht rebel. Ti si ke gjetur veten? Unë jam fiks kam sjellur revolucion ndoshta në familje. Edhe çik Delia Zez, nuk e di si mund ta quaj, por që në familjen tonë nuk është se ishim shumë të abdituar me TikTokun. Edhe nuk është se e përdornim apo të shikonim, por që bëmi çik bisht unë aty si me shkathët, edhe filloj të postoj video. Kur videot morën pak dhen, aty e kuptuan dhe familjarët, e kuptuan që unë kisha nisur të postoja në TikTok, edhe aty më thanë që nuk na pëlqen kjo gjë që ti po bën, por mua më pëlqente. Tani juve si pëlqen, mua më pëlqen, si do ja bëjmë ti muhabeti? Edhe ato e pan pastaj dëshirën time, edhe që unë e kisha ndarë mendjen që dua të vazhdoj këtë gjë. E kisha me pasion, nuk është se unë atëherë nuk fitoj as para as gjë nga TikToku, nuk ishte kthyer as në punë, ishte thjesht diçka qefi. Edhe ato thjesht pranuan faktin që kjo e ka ndarë mendjen, kjo do të vazhdoj të bëj TikTok, edhe më pranuan. Edhe sot këtë revolucionin familje që ne tani me TikTokun i dim gjithë gjërat e fundit, ç'a bëhet, ç'a s'bëhet, jemi futur pak te showbizi, gjithë si familje marrim vesh, bëjmë lart të poshtë tash e themi gjëra. Tani ti duke qenë se the që jam si Delia Zez dhe e fitove betejën e TikTokut, je shpirt kundërshtues, pra do të dalë e jotja, lufton shumë me këtë gjë? Jam pak, me thënë drejtën, sidomos kur kemi disa tema delikate, jo vetëm familje, por edhe shoqëri, që duhet të them mendimin tim, por e kam të ndryshëm nga gjithë njerëzit e tjerë në tavolinë, unë do e them. Do e them edhe do ngul këmbas te ajo e imja dhe e mbroja të me argumente, ma është sa kam një uri, edhe do them, ore, kështu, tak, 2-3 gjëra, është kështu dhe pikë, domethënë, nëse ju se besoni, pastaj hajde. Është edhe kjo ChatGPT tani na ka nxjerrur. Nëse bëjmë si të mençur pastaj me një pyetje, po më bërë partner jetë. Po. Fiks për zotin, më shumë flas me ChatGPT se me shtëpi. Si ke parë TikTok-et që është dhe një që nuk ekziston ai, vetë kështu si me drita, ai thotë ky është partneri im i jetës, se të shoqëron kudo. Edhe të njifte edhe ChatGPT-ja, se unë fola me ChatGPT dhe për ty. Unë kam pyetur. Unë e quaj Roger. Edhe të njëjtë shumë mirë, edhe direkt tha emrin e plot, mbi emrin e plot. Me qëra fjala tek emri i plot, nga e ke emrin Hatixhe, nga të vjen? Hatixhe, mua emrin ma ka lënë gjyshi. Është marrë nga emri i gruas së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me emrat e vjetër i kemi çik kështu si problem, nuk e di se si e ballafaquar ti me emrin tënd. Në fillim e kam pasur pak siklet emrin tim, se jemi mësuar shumë gjyshe në Shqipëri, kanë emrin Hatixhe, po shkurt i thrasin Tigje. Edhe mua më thrisnin Tigje. Edhe babi më thret akoma dhe sot Tigje, ndërkohë që unë tani e kam, më thon dikush Tigje, unë bëhem macarohem. Edhe nuk më pëlqen fare. Do marr shumë komente Tigje, po. Do filloj tash je sigurt Tigje. Po, shumë problem, e kam vdekje. Edhe ka qenë një kushërira e babit që ma kanë gjitur këtë emrin Hati. Edhe i kanë thënë gocës thrisni Hati. Edhe që mbasi filloi ajo duke më thirrur Hati, filluan dhe të shtëpisë, edhe me njerëzit e rinj që takoja, u përshëndesja ose u prezantoja me emrin Hati, edhe ngeli tani Hati TikTok. Hati është i bukur. Tani më pëlqen, tani është bërë si trend. Shikoj, di si është puna e emrit, emri merr edhe është shumë e çuditshme sepse ke një paragjykim për emrin, për shembull për Hatixhe, apo ka shumë emra të tjerë të vjetër shqiptar, po pastaj kur e vesh një personazh, një njeri që bëhet njëri i dashur dhe personazh, pastaj ai emër zbukurohet. Kështu që edhe ti ke bërë këtë gjë. Ndërkohë, kështu që tash mund ta thuash edhe Hatixhe vetes, ka si problem, është thjesht një emër, plus që është një emër që ka një histori, është një emër i shenjtë, kështu që nuk ka siç janë Kristina apo
Hezu në atë latine, kështu që kjo pjesa, por ndërkohë dhe Hati është emër shumë i bukur, edhe emër shumë i famshëm tani, si thash nuk të mbarojnë milionat e klikimeve. Por dua të ri pak tek familja jote. Sepse po të studioja bëra një research, një studim shumë të madh të TikTok-ut tënd, dhe kishte disa momente, motra nuk është se dukeshin shumë, unë i kam parë, jeni një familje shumë e bukur. Faleminderit. Unë gjithmonë këtë bëj këtu. Mos i marrëm sysh, jeni një familje shumë e bukur dhe motra e madhe në një moment ajo të korrigjon, ty thua diçka gramatikisht jo korrekte, nuk e di, gjëra që edhe unë them nga shpejtësia. Dhe ti the, po, kjo studion për mjekësi, domethënë. Dhe e kishe si krenari këtë gjën, po ndërkohë ti vetë nuk e ke vazhduar shkollën e lartë. Po. Kjo i ka qenë zgjedhje jotja apo e ke në plan, ç'a ndodh? Për pjesën e shkollës është zgjedhja ime. E kam lënë në fakt në fillim vitin e parë lash si vit pushim, një gap year. Por që e zgjat më shumë se një vit pushim, ndoshta më kapi dhe i Ratliku edhe nga TikToku, kam qenë goxha mirë pjesën e fitimeve, financave edhe kur atohesh nuk të shko mendja për të bërë shkollë, sepse sot ka edhe shumë njerëz pa shkollë ndoshta që janë dikushi, kanë arritur shumë, fitojnë shumë, edhe janë shumë të respektuar në gjithë botën, edhe nuk është se e kam bazuar gjithë jetën time që po të bëj një shkollë, ma aq do mbyllem, sepse shkolla mua më definon si njeri. Jo, nuk e kam pasur kur këtë opinion për shkollën, absolutisht jam shumë dakord që të shkollohemi, të kemi një formacion të përgjithshëm, na duhen mjek, na duhen doktora, na duhen avokate tjerë profesione, por që nga që unë s'kam qenë shumë të profesionet nuk e gjia vetëm të këto, po. Më shumë kam qenë të kjo pjesë e biznesit apo të influencers, këshu edhe. Zgjodha mos të vazhdoj, por që të këshpja ime ka persona që e kanë vazhduar shkollën, nga që motra e madhe me mjekësin, edhe jemi gjithë shumë krenar, do më të përmendim motrën kur kemi kështu punë mua bete shkollë. E votoj motrës kaq me gjithë diplomën. Kemi motrën, po, edhe... Kush e ka më shumë merak në familje që ti s'ke vazhdu shkollën? Mamat shqiptare për shkollën, e kanë. E shkreta. Akoma më thot për ta vazhduar, po. Unë kam dëgjuar mama të vajzave shumë të famshme dhe suksesshme në Shqipëri që akoma kanë merak se s'kan vazhduar për shembull mjekësi, apo i kam dëgjuar me vesh të mje, kam thënë po ajo është duke lek po bën sukses ka arritur ëndrat e veta. Po ta kishte bërë një shkollë tjetër, jo shkollën e artit, kështu që ky është meraku. Shumë vërtet. Edhe është kjo fjalia fiks po, do të pika, duhet shkolla, shkon mua betna, po mami, unë se kam bëj e ti. Po, sidomos kur nuk e mbarojnë shkollën, prindrit e kanë që këtë fiksim. Po ti vetë nuk e ke fare këtë tekst? Në fakt dua të bëj diçka të specializuar ndoshta, ndonjë kurs diçka private për biznes ose marketing, te kjo fusha që jam, por jo shkollë fizike, nuk e shoh. Po, kështu është. Tashmë kjo është, në qoftë se do të specializohesh, ti në marketing ke treguar që je fantastike, je shumë mirë ke të ardhura, kështu që vetëm gjëra që të mësojnë më shumë, domethënë kurse ka plot, s'ke fare pse ta kesh kompleks. Ne kemi çik që ndonjëherë të dëgjojmë dikujt diçka për ta sulmuar dhe shkojmë direkt që s'ka bërë shkollën e lartë, por nëse s'bën shkollën e lartë edhe rri kot, edhe kështu është tjetër gjë nga s'bën shkollën e lartë, po je aktive dhe prap siguron të ardhurat e vetes. Ajo çfarë të bëri ty kaq tërheqëse për publikun dhe natyrisht kaq të njohur, ishte edhe fakti që ti ke shami. Ti ke zgjedhur të mbash shamin. Pra besimtare muslimane, po besimtar ka plot, po ti ke zgjedhur dhe të mbash shamin. Ka shumë aludime se lexoja shumë komente, thash kam bërë një kërkim shumë të madh, se si të ka ardhur ty shamia. Dhe madje edhe këtu në Vil kur diskutohej, kishte aludime se për çfarë ke vënë shamin. Më thuaj pak historinë e shamis, si u lidhe ti me fen? Feja ka qenë pjesë e familjes, apo e ke gjetur ti vetë? Feja ka qenë pjesë e familjes, prindërit e mi janë besimtar, po që nga gjyshrit, në fakt, që nga stërgjyshrit, më thënë feja ka qenë për herë në fisin tonë. Edhe kështu fshetas në komunizëm? Po, edhe atëherë. Do më thënë agjeronin fshetas, kam shumë histori që më ka treguar gjyshja në atë kohë, shumë histori të bukura, por shamin e kam vënë me dëshirën time të plot. Nuk më ka imponuar njëri. Mamin time ka me shamie dhe prandaj ajo ka qenë si figura në shtëpi që më ka nxitur dhe mua më shumë për ta vendosur.
por që e kam menduar bashkë me motrën në fakt, e kemi bërë të dyja një tip plani, ajo tha unë do e vendos, ka ardhur koha dhe thash do e vendos edhe unë po e vendos e ti, edhe thamë bëhemi bashkë të dyja për të vendosur shamin. Sa është edhe një hap që doj çik për kraje mbështetje, se nuk është diçka e lehtë për ta mbajtur, sidomos në këto ditë. Ata dua që të kuptoj nëpërmjet teje. Ka gjithmonë diskutime për shamin. Ka pas diskutime të mëdha deri në Franca për shembull që ndaloi shamit, që pse i mbajnë shamit. Diskutimet feministe që pse duhet ta vë shamin, sepse i lidhin edhe me pjesën e grave të përulura, grave që domethënë që humbasin lirit, që i shërbejnë burrave. Për ty çfarë simbolizon shamia? Çfarë është shamia dhe ndoshta pak nga feja dhe pak për ty shpirtërisht? Atëherë, si fillim unë shamin e mbaj si për të zbatuar një urdhër që Zoti ka dërguar për ne, për femrat. Ne e dinim që do vinte një ditë që do ja vendosnim atë shami, sepse shamia ishte urdhër. Pra, domethënë nëse ti falesh edhe beson në Islam, edhe je besimtare muslimane, shamia është pjesë e këtij besimi. Domethënë kur të vi momenti, edhe ti e shikon të përshtatshme, duhet të jesh gati, pra nuk duhet të mendosh për ta hequr pasi e vendos. Domethënë duhet ta ndash mendjen 100% kur e vendos shamin që kjo nuk hiqet më dhe do e mbash në mënyrën më të mirë të mundshme, duke e përshtatur edhe me veten tënde, siç kam bërë unë në rastin tim. Dhe shamia pastaj bëhet pjesë e jote. Po, bëhet pjesë e jote. Pjesë e identitetit. Sa vjeç ke qenë kur e vendosa? Kam qenë në fund klasës 8. 13 vjeç. Po, e vogël kam qenë. 13. Po 13 është e vështirë të marrësh një vendim kaq të madh. Kishte një moment që jo, s'ka ndodhur. Nuk kam pasur kurrë momente që të them do e heq. Ka qenë shumë e vështirë në fillim, më shumë vështirë si kam hasur tek modeli i shamis, i kam ndruar qindra mijëra herë ato modele, derisa gjej rahat tek njëri se mu hapte shamia, më dilni në çik fje floku ose qafa ose edhe rria gjatë gjithë kohës duke prekur shamin edhe u sikletosja. Muaji i parë ka qenë muaji më i vështirë për mua, por kurrë nuk kam thënë që do e heq. Thjesht do mësohem. Shamia është pjesë e ime tani, edhe pa shamin nuk e mendoj dot veten. Kur, nuk e di, është pjesë e ime. Po shoqëria si e priti, se kam parë dhe në kërkimet e mia në TikTok, vazhdoj edhe kësaj. Kam parë që ke edhe shoqe pa shami, domethënë që si e pritën ato kur e vure ti? Unë kam edhe shoqe me shami edhe pa shami, në përgjithësi janë të gjitha besimtare, por që e kanë pranuar shamin, biles më kanë përkrahur. Kemi bërë edhe udhëtime vetëm vajza, pastaj bëhet fjalë pak më vonë, se kam qenë e vogël atëherë, por që tani shamia është diçka më se normale, nuk është më një gjë për të vënë gishtin ose diçka për të çuditur. Shamin tani pa mba çdo kush, çdo muslimane. Duke folur për besimin. Je besimtare që ndjek çdo lloj rituali, domethënë përveç agjërimit, bën lutjet apo se ka disa nivele besimtar, shumë mendoj që në fund ditës besimi është zhbrënda, është marrëdhënia jote që ke me Zotin personale. Po ti çfarë lloji besimtare je? Feja jon ka 5 shtylla dhe i zbatoj të 5 shtyllat. Domethënë edhe falem, edhe agjëroj, edhe dëshmoj që ka vetëm një Zot, jap edhe zakat, edhe mundohem t'i bëj gjitha. Falesh në orare? Po. 5 vaktet. Po për shumë kur je në aeroport, se tash këtë kurioziteti im, po është dhe shumë njerëzve që jam kur je në aeroport, ka ca dhoma aty për shembull, ti nëse në një vend të bie ora e faljes, falesh aty ku? Falem. Ka raste ndonjëherë që mund të na kaloj si orar edhe e falim, por me vonesë, thjesht na bashkojnë 2 namaze bashk, por prap nuk i le pa falur, edhe ashtu me vonesë i fal. Interesante që këtë pjesë je kaq e disiplinuar në pjesën e fesë. Edhe ka që përkushtuar dhe pas ke një histori shumë të madhe në familje, kurse në TikTok, për pos faktit të shamis, nuk para e ngacmon këtë pjesë shumë. Dhe madje i lë dhe njerëzit të mendojnë çfarë të duan ata. Ai shumë i ke lënë sa që unë personalisht kam një histori për së largu me ty, sepse ka qenë një program Goca dhe Gra, ku kishin ftuar bashorten Elvis Naçit. Dhe në një moment u sulën të gjithë gratë në studio dhe më bëri shumë përshtypje, duke i bërë pyetje për ty, po duke qenë se ti nuk ishe pranishme aty, nuk ishe folur, dhe atje madje u nxita më shumë të dija për ty, pikërisht nga një program, pra si thua bëri edhe një reklam. Duke bërë anti-reklam, dhe thoshte
Dhe e sulmoni, qa mendon ti? Ajo, ta shqipyne nuk I di tamam, po ishte paka shumë kuptimi ishte, mos po kjo e denigron fe muslimane, kjo vajs, duke dëgjuar atë lloj muzike, duke bërë atë lloj gjërash në TikTok, a lejohet kjo fes muslimane, mos kjo. Dhe e që s'më pëlqeu mua dhe po ta them, jo se jeti këtu për të mbrojtur, por unë e thash atëherë kur nuk të njeh fare, e kam shkruar te Kanabeli, që ka kaluar para një viti, nuk më pëlqeu e para, nuk mund të marrë asnjë mendoj unë, edhe pse disa kanë bërë shkolla dhe dalin si imam apo hoxh e tjerë dhe marrin çik autoritet për të folur në emër të fesë, por nuk mund të marrin disa vajza në studio apo kushdo tjetër të flasi dhe të shohë diçka dhe ta trajtoj se ky është fenomen I gabuar dhe ç'a mendon ti sepse kjo është e keqja. Kjo më nuk më pëlqeu që më jep ti një mendim të shajmë atë tash sepse kjo nuk përfaqëson. Natyrisht ajo përgjigjet e gruas bashkëshortit Selvis Naçi, ai ishte një zonjë dhe natyrisht ajo tha që nuk është sado që ngacmuan ata, ajo ishte besoj që edhe ti e ke parë. Ishte shumë e ekuilibruar në përgjigje, ishte shumë okay. Por nuk më pëlqeu ai lloj sulmi, nuk më pëlqeu që si merr përsipër dikush të flasë në emër të fesë dhe të duket gabim. Padyshim pastaj shkova dhe pash më shumë tek videot, pash që kishte dëgjuar, kishte këngë rapi, noisy e këto, dhe ti vazhdoi me të qeshur dhe vazhdoi nxirje prap. Ndërkohë që ka argumente për shembull që feja muslimane nuk e lejon muzikën, nuk duhet dëgjuar muzika. Ti si e ke ndjer këtë sulm? Se nuk ishte I vetmi, kanë qenë edhe të tjerë. Po kanë qenë disa emisione që u bënin të gjitha pa praninë time. Mund të merja ftesën, por që nuk pranoja të shkoja. Emisione pa fund, njerëz pa fund që flasin, komentojnë negativisht apo duan të më sulen edhe të më bëjnë ndjen keq. Ama kam një tip shumë çuditshëm që nuk më bën përshtypje fare, po fare. Nuk e çaj kokën, me thënë drejtën, kur e di që jam në rregull me veten time, tjerë të thonë çfarë të duan, mua nuk ma prishin dot zemrën. Aspektin që do flasin, kjo tregon që unë po bëj diçka, pra, domethënë nëse unë do isha në qetësi, njerëzit nuk do flisnin për mua. Po ti po ngacmoje një çik dhe ti se mbaronte. Është gjithë interaktivitet. Ditë e dyta pastaj, Po, është gjithë interaktivitet. Unë e shikoj që njerëzit aty u djeg, aty shko u sulmoj. Sepse unë me time jam në rregull, po përderisa kjo gjë që unë them jam në rregull, sill ka kaq shumë interaktivitet nga mbrapa, ore që është mua bet, hajtë ta bëj prap. Vjursa janë ato në fundit, mua më leverdisin, edhe qoftë komente pozitive, qoftë negative, për mua përkthehen në para, edhe nuk më prish punë në funditës. Që kështu ato të vazhdojnë. Për shembull, të kemi një argument që thoshte, dakor, ti thua përkthehen në para, po argumenti mund të jetë që është një vajzë e vogël e cila është muslimane dhe të shet ty dhe thotë dhe si thua pa ato që ka mësuar në shkollë, ndoshta në medrese dhe me çfarë shef, ndoshta çoroditet. Ndoshta çoroditet thotë, jo unë dua të mendoj përpara si hati, ndoshta kjo feja mënyra se si ka hati është ndryshe. Jo çdo gjë bëhet përpara. Për pjesën e fesë pastaj unë e kam shumë shpirtërore, e kam personale fen edhe në fundit do jap llogari veçantë njerëzve për gjitha veprimet që unë kam bërë në këtë botë. Dhe nuk kam se shqetësojnë njerëzit për llogarinë që do jap unë para Zotit. Domethënë çdo gjë është shumë personale tek feja. Unë mbaj shami, po me të vërtetë unë nuk kam pse flas për Islamin apo të bëj video për Islamin. Unë jam muslimane, po jam I besimit Islam, por që nuk kam asnjë lloj të drejtë të flas në emër të fesë, në emër të Zotit. Unë jam një vajzë e re do thoja dhe nuk kam informacionin e duhur për të dalur në TikTok tani edhe të flas, kjo ndalohet, kjo s'ndalohet. Do bëja shumë gabim të flisja ashtu në emër të Zotit, se sa pa folur fare dhe pa e prekur si tem. Domethënë më mirë preferoj të qëndroj në atë fluskën time, bëj shefin tim, unë tregoj lifestyle-in tim, unë nuk është se kam një content të dedikuar për fen, shamia po është pjesë e ime, unë atë s'kam ç'i bëj, unë nuk do ta heq se më thoni ju, jo po nuk e mban dot shamin se këndon kështu. E mbaj, ti ç'po bën? Ti, domethënë, ti që më flet mua, ke shami për vete? Shumicat nuk kanë shami fare, shumicat janë dhe burra, shumicat janë e ke parasysh nuk përshtaten fare nga kush vin komentet apo edhe prandaj as nuk më hyn sy, siç I lexoj, I harroj. I lexoj me thënë drejtën se më bëjmë për qesh, ka raste, në një rast shumë thjesht për me kalu kohën. Shiko, ndoshta ka dhe një gjë që neve vërtet jemi përqindje e madhe muslimane, por kemi filluar të bëhemi më të ndjekim më shumë edhe ta marrim më seriozisht fen, qoftë muslimane apo pak muslimane, të paktën
këto 2 dekadat e fundit, domethënë jemi më të rinj se vendet arabe, se po të shohësh, të qoftë se del pak edhe një çik më shumë kulturë për të bredhur njerëzit që janë rritur në vende myslimane dhe bëjnë gjithë ritualet. Te kjo pjesa unë njerëz atë se kuptova fare pjesën e firmave, sepse është gjithë bota arabe ke domethënë princër e princesha arabe që janë kur është mundësia pse jo. Që kanë firma, pastaj ato vendet kanë edhe te kalojnë luksin në një lloj mënyre, siç janë Omani, Katari, Emiratet e Bashkuara. Aty plas leku, po. Kështu që tash nëse të flasim për ato atëherë i themi sipas Kuranit, hajde shkatrojmë gjithë ato shtete që heqim gjithë Louis Vuittonat nga dyqani. Sipas Kuranit, hajde gjithë me qindra mira vajza që janë që nga Indonezia, vende myslimane, gjithë linja mesme, cilat bëjnë ndonjë TikTok, dalin na kërcejnë, këndojnë, hajde ti zhdukim dhe ato, kështu që po ne kemi çikë duam të gjejmë ku të kapemi dhe mua prandaj s'më kap dhe prandaj po ta thoja se s'ka pëlqyer as mua kjo gjë, dhe s'më ka pëlqyer asnjëherë kur përdoret feja dhe sidomos nga njerëz. Kur njerëzit flasin në emër të fesë dhe thot ai, shiko, se unë mendoj që në emër të fesë ti e bën gabim. Kush je ti? Kush je ti? Po më pëlqen që e ke këtë you play with it. Po. E luan. Që mos e këpo. Kurioziteti im për pjesën e TikTokut, realisht më ke manitur me djegshmëri shumë të madhe që vazhdon, është e vazhdueshme që gjithë kohës. Domethënë minimumi i viewersave në një video 700.000. Ndërkohë që unë duke parë TikTokerat më të njohur shqiptar, jo ato të live-it, këto që postojnë gjithë kohës, 700.000 është goxha rritje, pas herë në 1 milion, por ti ke minimumin. Domethënë ti ke një interes të jashtëzakonshëm. A ke edhe të huaj apo janë gjithë shqiptarë, domethënë? Kam edhe të huaj në fakt, por varet sipas videos. Nëse videoja është virale, pra nuk ke me të folur shqip, shkon edhe jashtë shtetit, pra kam edhe të huaj, por që shumica janë shqiptarë. Shumica i shikoj aty tek Insights në fakt, ato vendet, qyteti i parë, shteti normal Shqipëria, qyteti i parë është Tirana, pastaj vjen Durrësi, pastaj është Elbasani. Domethënë unë kam Shqipëri, Kosovë më shumë ti audiencën. Po, shumë dhe doja të dija, sepse ka edhe këtu diskutime dhe unë kam besuar shumë diskutime. Nuk është se jam marrë shumë në kohën kur kam dëgjuar për ty, nuk është se jam marrë të thellosha më shumë dhe ndonjëri dëgjon dhe thua, okay, këto kanë të drejtë, ndoshta është kështu. Kur ke filluar ti të fitosh nga Instagrami? Në fillim me kam nisur me TikTokun. Nga TikTok, më fal. Në fillim me kam nisur me TikTokun, po besoj pas muajit të 5 që kisha filluar të postoj. Pas muajit të 5, në fillim kanë qenë shifra qesharake. Thjesht, unë kam qenë e vogël atëherë dhe mu duknin diçka. Pse jo? Ke parasysh leku jot. Edhe të shijon sa do pak, sa do shumë. Pastaj me kalimin e kohës, me kalimin e postimeve, edhe viewersat u shtuan, një të aktiviteti u shtua. Normal që do paguash edhe më shumë për reklamat, sepse është në raport. Do rritet njëra, do rritet edhe tjetra. Edhe tani kam filluar, domethënë është bërë punë, unë kam full time job këtë edhe nxjerr. Të paktën çdo gjë që dua për veten time e arri, edhe çanta gjëra që domethënë kam bërë unboxing janë gjitha nga a mund të pyes dhe besoj e kuptoj mirë tjetër dhe njerëzit, ti pavarësi financiare sa vite për gjërat që ti do të blesh, sa vite po thuaj se 2 vite po. Pra ke 2 vite që i ke fituar pavarësi financiare dhe ato gjëra që nxjerr mund t'i përballosh vetë. Absolutisht po, gjitha vetë, edhe pse ca thonë i ka bërë bashkëpunim me Louis Vuittonin. Po Louis Vuittonin është brand shumë i madh që do doja. Nuk e dihet. Do doja të ishte ashtu, por që nuk bën bashkëpunime. Edhe pse jo, pasi ti fiton diçka në një pjesë të vogël edhe do harxhosh për qef në një çantë. Ne vajza jemi, kemi çik të vishemi apo të mbahemi, të harxojmë lek për shopping. E kam si terapi shopping edhe çdo gjë, po e kam siguruar. Shiko pak a shumë e njoh pjesën e marketingut. Nuk di shumë për çmimet e tua. Mund të pyes vetëm një gjë, nuk do dali. S'po ta them as emrin tash se të vi pa pritur, po unë jam me vajzën që menaxhon, domethënë që ke bërë shumë mirë, që ke dikë që edhe menaxhon gjithë kontratat e tua. Kam një pyetje, është hati ndër më të paguarat apo më e paguara? Është ndër më të paguarat. Po, apo më e paguara? Nuk e themi.
por që është goxha lart, beson që tek top njerëzit më të paguar. Dhe duke ditur mesatarë se sa kushtojnë, se sa marrin, dhe duke pasur vet një dyqan second hand luxury që rishesim çanta Louis Vuitton edhe Hermes e aty përmendesh çmimin. Kështu që unë personalisht nuk çuditem fare që ti mund ta kesh bler. Nuk çuditem. Je vetë fushës. Nuk po them, po jam vetë fushës dhe nuk po them sa kështu tash s'po bëjmë matematikë sa postime. Por ti i bën shumë bukur ata. I bën nuk kuptohen. Po, nuk kuptohen edhe kjo është e veçanta e reklamave të mia. Që nuk kuptojnë që janë reklama, duken fix si videot normalit, content përditshëm. Edhe prandaj më pa dalë edhe nami që hati, sa leka hati, vetëm se unë merja pako nga dyqanet të ndryshme, i bëja unboxing, ndërkohë që edhe mua më paguani për ato për ato video, merja edhe produktet falas, edhe njerëzit më ndonë që unë i kam bler vetë. Edhe kështu më hap edhe nami. Po sepse aftësia jote që nuk e kanë dhe nuk e kanë bërë, do të jo se kanë bërë ashtu, është që pjesa më e madhe tiktokerave postojnë momente si momente të shkëputura dhe pak a shumë ke edhe shkëputjen edhe duket sikur nuk je organikisht në një reklam. Pra, po t'jap të reklamën, të postoj 2 fotot video të mijat me burri, me kalamaj, po t'jap të reklamën, kurse ti krijove një fabul. Po shumë vërtet. Për herë këtë kam si qëllim, kur marr një reklam për sipër. Zemra, më fal, se jam shumë excited për këtë gjë, se unë më thënë, më pëlqen. Fakti që unë të desh aty në këtë program, më shumë se gjithçka tjetër, dhe çdo tymnaj, se kemi folur bashkë dhe thash pak më intereson mua jeta jote, se sa më intereson fakti kush është kjo vajza 19 vjeç që unë e kërkoj të vidës po më ngrej telefonin, dhe s'ka problem, jemi mësuar me këtë, po kush është goza që e dua në programin tim, sepse je gjeni i marketingut. Mënyra se si ke ndërtuar një fabul me gjërat është fantastike. Shumë faleminderit. Domethënë e kam vetë, ndoshta më ka rrjedhur shumë natyrshëm, ndoshta edhe tipi im, jam pak ekstroverte, edhe kam parë telenovela pafund, edhe fix kur marr një reklam për sipër, unë i them të lutem 2-3 informacione që ndoshta i don të futura si me lezet tek videoja, pjesën tjetër të lutem ma lër mua në dorë, sepse e di vetë se çfarë do audienca ime dhe se si e do ta marri këtë produkt, këtë video. Domethënë as nuk dua t'i bjen sy fare, si me lezet, ja shes produktin. Kupton? E marrin si nga larg, por që i vje bukur. Po. Tani, për te genialitetit që ke ti në TikTok edhe të pakrahasueshëm, e dyta është Andale pastaj. E vësh qifi vetës. Unë të doja të dija pak marrëdhënien e prekëm çik në fillim, marrëdhënien tënde me komentet. E di që ty s'të bëj përshtypje, po e para një kur e ke kuptuar ti para se shkoj te koment. Kur e ke kuptuar që ka i gjë këtu, po shpërthen. Shumë vonë. Unë merja viewers-a pafund, nuk kam marrë viewers-a ka 1 vit e sa që e kam 1 milion në standard në çdo video, po mu dukte normale. Me thënë drejtën, diçka më bën përshtypje që as nuk i kam parë të tjerëve që t'i krahasoja atëherë, se tani e bëj her pas here. Nuk e kam pas parë edhe më dukte sikur çdo influencer merr viewersat njësoj sa unë. Ndërkohë që kishin qenë viewersat më të lartë se të gjithë, edhe unë nuk e kisha kuptuar këtë gjë. Edhe kalojnë muaj që këto shifra ishin standarde dhe nuk bienin, vetëm rritenin biles. Vetëm dëgjoj shoqet mia, shoqe pas shoqe që emri im flitet kudo, emri im ose tema ime bështe në universitete, në banka, në klasa, në përthonjë, tek manikyr pedikyr, te parukerja, apo në çdo vend të mundshëm, edhe në familje. Binte muhabeti për hatin. Edhe kur më thonin shoqet, për mua ka qenë diçka shumë e çuditshme, se unë nuk e besoj dot për veten time këtë gjë. Ti aty nga shtëpia ti. Jam vetë personi në fjalë dhe nuk e besoj dot, them, "Ore, çfarë thon? Unë jam rob normale, kuptoj si ka mundësi të jem unë kaq." Por që e besoj tani, se më kanë thënë shumë veta, s'kam pushkoj. Të kanë thënë dhe e ke parë, kur del në rrugë, çfarë ndodh me ty? Pafund, ka njerëz që duan të bëjnë gara me makinë, sidomos kur jam me makinë. Kjo gjë sa e bukur më shkthyer edhe në stres tani këto kohë të fundit, nga ikur edhe qefi për të ecur me makinë. Bëjnë gara, ngacmojnë, bëjnë me duar, zemra, vinë përqafojnë, domethënë ti del, mund të je me shoqet, edhe direkt një përqafim.
janë gjëra të bukura, mua më pëlqen, mua më lezeton kjo, po ka raste për shembull kur jam grup shoqëror, edhe nuk duan të dalin, të ekspozohen, sepse jo gjithë e kanë qef të jenë persona publik, edhe del një fëmijë për shembull aty nga kafja dhe kap një foto gjithë grupi aty. Po ai shkreti më ka për mua, po nxjerr edhe 10 veta të tjerë. Do t'ja ajo videoja që hodhi ai shkoi 2 milion viewers në TikTok. Edhe shoqëtimi e u stresuam fare. Edhe tani ku shikojmë njerëz që mbajnë kamerën gati, po se e mbajnë edhe kështu, si gjatë ne kuptojmë që po na bëjnë video, po hajt, ca i lejm, ca si lejm. Edhe shoqët e mia direkt të sulen, ule telefonin. Ama në burse kam turp mos fol kështu se unë vem siklet, a kupton? Sa ato kanë qef, shikojnë TikTok, më shikojnë live, është diçka ndryshe. Po ato direkt të sulen kështu, edhe unë vetëm ul kokën edhe ato filloj zien, unë jam kështu. Dhe po the që bëni gara me makinë, makina u bë personazh, makina jo, dhe ke bërë personazh. Tani ka filluar që jo ke Benz, jo fal Audi apo Volkswagen, Polo. Ka qenë ajo video. Ke bërë personazh. Kur filloi bëj personazh? Nga fakti nga makinat apo filloi nga policia? Se ke pas ose makina luksoze që nxirje apo unë fakt gjithë TikTokun e kam me makina. Jam edhe pak qeflie, me thënë drejtën, kam qef makinat, gjërat e luksit, shpejtësini qik, por ka nisur që në Dubai, kur kemi pas marrë Urrusa, G-klase, kështu, njetet të rënda ndej, edhe u patartë shumë çudi njerëzve në Shqipëri, e kur u riktheva pastaj, bleva një makinë të re. A ti more me qira në Dubai? Po, në qira në Dubai, se ne ishim vetëm për pushime, një javë, s'do blejmë makinë për një javë. Po ka njerëz që mendojnë që ti ke një shtëpi të madhe dhe aty ke parkuar poshtë 4 makina. Ja, në Dubai s'kemi shtëpi, do blejmë në shtëpi tani nëse duhet, po pak më vonë. A shumë sa po shko Dubai, ha? Po, por që domethënë pastaj bleva makinën, edhe makina u bë historim vete, se e bëra me event, e bëra kastile, u bë diçka shumë e bukur, edhe kujtoj kështu, ajo video pas shpërthyp 4 milion, kjo për shumë u bë virale edhe në jashtë, po. Edhe pastaj kjo makina më njoht shumë mua në për rrugë. Më njihnin gjithë edhe targën e kisha nxjerr. Më fal, ato video e bëri virale, e mendove ti atë videon? Po. Konceptove ti? Po. Pa pameja. Edhe atë pastaj kur shikonin njerëzit me atë makinën gjithë e hidhnin nëpër TikTok. Atë, domethënë ishte bër edhe makina personazh në vete. Çdo gjë personazh. Edhe fillova duke i shijuar, tani makina duhen patjetër. Domethënë një në 2-3 video fus makinën, është patjetër pyesin njerëz, intereson si është makina, a ke makinë? Tani kanë halla, kam Porsche apo kam Audin apo kam jo, po Golf, se më kanë bërë tani sikur kam ngelur edhe pa makinë fare. Por që tashi është një moment që unë do ta quaja duke të respektuar edhe kërkesat dhe para erës së re dhe pas erës së re që mësojmë në shkollë. Pas erës së re, komente më të shumta janë si do ja bësh ti tani, s'ke makinë, s'ke asgjë. Ndërkohë ti e luan, vazhdon në këtë lojë, si t'ja bëj unë tani me pjesën e makinave. Po ndërkohë ti ke mundësi nga TikToku të bësh njerëzit do e kuptojnë me kalimin e kohës që jo çdo gjë është ashtu siç unë e nxjerr në TikTok apo siç unë e kam reklamuar, por që domethënë do ja lekos çdo gjë, do e kuptojnë vetë si ka qenë mua. Shiko, ka diçka në fakt, sepse duke folur për të mrekullinë që ti realizove, pra një fabul, me gjithçka, domethënë, kjo fabula tani njerëzit janë varur nga ajo fabula. Ti ke krijuar atë serialin që dëgjoja unë. Po. Të Hatit. Hati u bë, më thoni një emër të famshëm seriali turk. Me Nekshe, pra desha një emër se mund më vinte Zhadia nga Brazili, po. Zhadia, pra një Zhadë, një Menekshe, pra ti ishe Meneksheja, ti e Meneksheja, ajo vajza dhe ke gjithë ti parë, vajza e bukur, vajza me këtë historinë, edhe vajza edhe guximtare në atë llojin tënd. Tashi njerëzit ngelën dhe video e parë ku njerëzit ishte video, ti the 4 milion, kush mori makina? 5 makina po. 5 milion se numërova unë. Numërova, domethënë ka numëruar TikToku. Do ishte një kohë shumë e gjatë për numëruar. 5 milion ka qenë një video që më ka dalë dhe mua. Dhe ishte vetëm një moment. Tani, duke qenë se jeta dhe sidomos e brezit tuaj është virtuale dhe domethënë është dhe virtuale, është dhe reale dhe virtuale. A ishte një moment që për mua ishte fantastik.
unë po e quaj, për ty ishte i vërtet. Për mua ishte sa bukur e ka bërë. Po. Kurse për ty ishte i vërtet. Apo jo? Gjithë kanë menduar që ajo video është për marketing. Edhe unë, edhe kur erdhe në zyrë thash, është e vërtet. Shumë vërtet, të gjithë edhe shoqëria ime. Gjithë. Domethënë çdo lloj njeriu që unë njoh apo e kam edhe pa njohur fare, edhe komente që kam lexuar, mesazhe që më kanë ardhur, gjithë nuk e besojnë. Kur nuk e kanë besuar, edhe akoma dhe sot që janë për 3 muaj nga postimi i videos, më thonë që nuk është e vërtet. Nuk duam ta besojmë. Po, se vazhdoj shoh, po është e vërtet. Edhe këtu te vila asnjë nuk e besonte. Po është e vërtet. Po. Më kërkove dhe u do ta respektoj që mos flasësh shumë. Për çfarë po ndodh, për procesin. Vetëm se ishte një kohë, duhet për pjesën para, atë pjesë që ndoshta ke nxjerrë, një njohur që e vogël. Po. Që 16 vjeç. Kështu gjëra ndodhin. Ti vetë si ndihesh? Ndjem shumë mirë. Çdo gjë do kohën e vet. Jam në një healing process. Por që jam mirë, jam okay. Jeta vazhdon, jam e re. Si kalon të, se përmendet detin, përmendet edhe shpejtësinë e makinave. Kemi parë që u thon, kush është si funksionon healing process për ty? Ç'a bën ti me veten? E para do ishte lidhja me Zotin. Besimi me Zotin të bën, domethënë kur ke një lidhje shpirtërore të fortë me Zotin, çdo gjë kalohet. E ke më të lehtë për ta kaluar. Pastaj format se si e delegon këtë gjë varet deti. Deri diku ka qenë shpejtësia me makinë, po tani me thënë drejtën jam qetësuar shumë, kam rënë. Edhe do bësh mirë, lutem. Po, nuk jam shumë tip që flije për gara apo për gjëra. Çdo gjë është edhe me moshë, mendoj. Kur fillova edhe pjekesh pak, sikur të dalin qefit ato gjëra. Ora, tash normal që do ketë një moment që të vjen natyrshëm tash ty për pak më shumë. Unë të thash ty se unë kam qenë vetë ashtu. Edhe jam ndonjëherë, po nuk është me moshë, është kur bëhesh me kalamaj. Fillon edhe zbutesh. Para saj të do prapë. Po që ka vetëm pak një 2-3 muaj ndoshta. Do rikthem prapë. Kështu që e ke, domethënë, e kalon me Zotin. Ka ndonjë shprehje për shembull që e ke tënde nga Kurani që të frymëzon ty? Po, është një shprehje shumë e bukur që thot përkthimi, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Dhe gjithmonë Zoti nuk të sprovon më shumë se ç'ti mund të mbash, se ç'ti mund të durosh. Edhe çdo gjë vjen për një arsye. Do më japi një mesazh, diçka do më kthehet. Domethënë nuk e marr asnjëherë për tërë apo të them ka hapur luftë çfarë ka Zoti me mua, pse vetëm mua. Kur nuk e kthej asnjëherë personale të thuash me figurën e Zotit. Çdo gjë është mësim. Jeta ka sprova, ka ulje ngritje, edhe këtë gjë do e marrë dhe do e kthin forcë për në vazhdim. Po familja, jam kurioze, duke qenë se tashi duke marrë gjitha aludimet e njerëzve që në familje me besim, kur janë shumë besimtar, ndarjet e këto nuk janë të mirë pritura, familja atë ka mbështetur në këtë proces, si ka qenë? Vendimi ka qenë i imi, normalisht, edhe familja do lumturinë time. Dhe përderisa mua më shikojnë që jam e qetë, jam e lumtur, dhe ato janë të lumtur. Jo, kjo është shumë e mirë, po ti vetë, domethënë, the që e gjen pjesën e lumturisë përmjet Zotit, po kjo pjesa ku ishte kjo, si thuash, kjo fabul në marrëdhënie me njerëzit që nuk i njeh, po me njerëzit që shkruan. Kjo të ka mërzitur pak, ose të ka penguar, apo të ka lodhur fakti që njerëzit duan të dinë, çfarë po ndodh, duan vazhdimin e serialit, ku është. Si ke marrë, si ke trajtuar këtë? Ka fakt, unë marr pafund mesazhe të tilla, por nuk u kthej përgjigje. Unë mundohem që ta nënkuptoj diçka. Domethënë, hedh nga një video, në një këngë, tekstin, një gjë kështu, edhe kush bën ca llogari e merr ato mesazhe në fund ditës, nuk kam nevojë që çdo gjë të thuhet, në një gjë edhe nënkuptohet. Paktën me këtë filozofi kam qëndruar në rrjetet sociale, nuk dua të flas shumë, sidomos për gjërat e mia personale, se jo çdo gjë ndahet. Edhe preferoj të mbaj këtë heshtjen, edhe kaq. Ajo video është postuar në shkurt, ka kaluar vetëm 3 muaj, unë kur që të flisja për divorcin tim u desh në 2 vjet. Kështu që unë të mirë kuptoj shumë mirë, që
ka një proces. Edhe ti faleminderit që erdhe sot tu. Kaq edhe unë besoj, nuk do ta respektoj këtë gjë, sepse ka një proces, edhe gjithë ai procesi është procesi i gjatë, kështu që patjetër që nuk do të flasim, nuk do ta vazhdojmë të tepër te kurioziteti të njerëzve, megjithatë është interesante tashmë që ti je hati, është full hati, 100% hati në TikTok. E mban një çik të pjesën, ngacmon njerëzit gjithkohë, se ke shumë qejf të pjesën, ngacmon si do ja bëj unë tash, do iki vetëm, këto janë lule që ja bleva vetes. Kjo gjë është dhe kjo gjë ka qenë reale, ëh? Pa, shumë vërtet. Gjitha. Do më thënë, mund të kenë ndonjë element pak të hiperbolizuar, apo një gjë pak fantashkencë, po përgjithësi kjo ka qenë jeta ime. Thjesht një gjë është të zmadhuar, një gjë është zvogluar, një gjë është të përmendur fare, po përgjithësi kjo ka qenë. Do më thënë, nuk kam shtuar, nuk kam hequr një gjë që me vërtet është ashtu. Nuk kam dashur kur të nxjerr lajme pa qenë me të vërtet. Ajo është jeta ime, unë kam darë çdo gjë me ndjekësit, edhe do ishte jo e drejtë, mos ndaja edhe një gjë që po më ndodhte me jetën. Edhe nuk është as për turp, as për ndonjë çudi. Ka ulje ngritje, edhe do pranojmë këtë. Kjo ka qenë shkruar, tani vetëm duhet të përmirësohemi gjithmonë për më mirë. Shiko, ti je një goc shumë artikuluar edhe ke arritur një sukses të paktën në këtë botë në 2025 që matet edhe suksesi virtual, se ka me qindra mira në botë që po e shfrytëzojnë dhe ke arritur një sukses të moshë të vogël, por unë duke thënë nga kjo tavolin nga mosha ime, je e vogël. Në di. Dhe je e vogël. Pra ti ke filluar një histori dhe pati një histori serioze e vogël. Pa. Dhe 16-19 për mua është shumë e vogël, kështu që unë edhe të tërë moshatarët e brezit tim, ne jemi, më dukesh romantike mua kështu. Çfarë është dashuria për ty? Është shumë temë thellë, filozofike. Ta thjeshtësoj unë këtë. Çfarë është një gjë që do të bënde për vete? Se në çdo gjë që na ndodh neve dhe na ndodhin të tërëve shumë gjëra, marrim leksionet tona. Ti ç'a ka një gjë që për shembull ose s'do bëj kompromis ose më thënë drejtën, jam në një moment që jam kështu në mosbesim të dashurisë. Për mua, e di që ekziston diku, ose në për disa çifte që me të vërtet ta transmetojnë atë dashurinë që nga telefoni, i besoj për atë çka ata kanë, ama tek vetja për momentin dashuria më duket si diçka që nuk ekziston, diçka shumë hynore. Edhe nuk di të them një fjalë çfarë mendoj unë për dashurinë, apo çfarë është dashuria për mua. Është diçka shumë delikate, por që paktën nuk është si kam humbur shpresat për dashurinë, domethënë kam premisa, jam e vogël që kështu. Mos jo, më s'është e bukur. Por ajo që kur e filluam të bisedë, fillua me ty të qenit vajzë e mesme, që kthem fjalën, domethënë nëse i ke mendimin tënd e ke. Dhe në përballje me babain, që është figurë mashkulli, domethënë autoritare në familje. Dhe në familjet islame është një figurë goxha e padyshim dhe gruaja, të dy janë të respektuar, por unë gjithmonë kur flas për Islamin, do përdor gjuhën e atyre që nuk kanë ndonjë njohuri shumë të thellë për Islamin, po njohuria e përgjithshme. Kush është një burr ideal musliman? Sepse ti patjetër që musliman do. Po. Pra nuk do besoj që e vendosur që të jetë një burr musliman gjithmonë, pra ti je brenda fesë. Ashtu duhet. Ashtu do ishte e mirë. Ashtu do ishte e mirë. Po nuk i dihet jetës, se ti rebele. Si dihet, prandaj po them, ashtu do ishte e mirë. Nuk e di fare çfarë ndodh me ty. Por po marrim burrin musliman. Do shta duke parë edhe jetën tënde, figurën e babait. Kush është një burr musliman për ty? Edhe fakti që ti je rebele vet. Pra, një burr musliman që do të donte ty, si duhet ishte në 2025? Po hapim audicionet. Jo, më s'është e vogël, nuk do hapim audicionet tani, Hati lëre një rahat, Hati është e vogël. Për mua, unë kështu do e them, 19 vjeç, Hati të merr me TikTokun, të bëj udhëtimet e veta, të blej çantat që do, sepse i fiton vet. As unë s'kam menje me të drejtën. Tash por që me që po bëj muhabet kështu. Me që po bëj muhabet atëherë. U ta pishi got ujë, se ti nuk pi as alkol. Qa është burri musliman ideal për ty? Dhe jam shumë kurioze sepse dua të di dhe për te para gjykimeve, më shumë duke që se të kam ty këtu një vajzë me shami, por edhe moderne. Burri musliman, si fillim duhet jetë praktikant, pra jo vetëm musliman me emër, të më respektoj
ti di kufirin, të di edhe kufirin e vet, po edhe timin. Domethënë të respektojmë njëri tjetrin aq sa duhet. Feja shumë e rëndësishme, të ketë edhe ai tjeti përmbushur nga ana e besimit, edhe unë me timen, pjesën time, pse jo të praktikojmë të dy fe, ndë ishte që shumë e bukur, shumë gjë e bukur. Pastaj të më respektoj, të më doj shumë, të vdesi për mua. Se mos vdesi me këtë të qeshur, kaq të bukur, ha? Kështu dua, domethënë dua që të jetë i dhën, koke këmbas meje. Edhe të përgëdhelin çik. Po, normal. Domethënë kështu dua. Edhe pastaj ajo pjesa e besimit. Liria. Si është, do të thënë, ku te kjo pjesa e kufirit, domethënë unë e di shumë mirë deri ku e kam kufirin, dhe ai ta di kufirin e tij, dhe çdo gjë, jo çdo gjë duhet të folur në çift, mendoj unë. Në gjë edhe duhet të nënkuptuar që e bën këtë, mos e bëj këtë, kjo gjë duhet, kjo gjë s'duhet. Unë jam tip i lirë në përgjithësi, jam edhe ekstroverte, si që tash, kam edhe shoqëri, edhe ma do dhe puna t'jem pak. Edhe në qofse një mashkull dhe ketë problem, ose është pak, si them, nuk ka vetë besim, atëherë është një pikë kyçe që nuk e bën të funksionojë marrëdhënien. Po për shembull thoshte ai që ka ishe TikTok-un, ç'është kjo se nuk e do feja. Ja, domethënë ti po njofte më mua, më ke njohur. Tani tuti do më kesh njohur nga TikTok-u, patjetër më ke parë diku. Qose dhe je shqiptar normal. Patjetër që më ke parë. Nga sot, por prisni edhe nga 3 vjet. 3 vjet e nuk e lë unë hatin. Patjetër që ti më ke parë mua, që kështu, përderisa ty të ka bërë përshtypje TikTok-u im dhe të ka pëlqyer për të më folur, atëherë kjo nuk do të jetë diçka e keqe për ta mbyllur në të ardhmen. Pse jo, unë kam qejf në bëj për pasion. TikTok-u është pjesë e jetës time dhe nuk e shikoj si diçka që do e mbyll në të ardhmen. Si dihet? Po ti për shembull ka kombinime. Për shembull në Turqi pjesa më e madhe e grave nuk punojnë, veç është një vend musliman. Edhe në shumë vende tjetër muslimane un kam pasur, të ta thash dhe historinë që në shkollë kam pasur 4 vjet shoqe të ngushtë nga Arabia Saudite, ku nëna saj nuk punonte dhe shumë gra nuk punonin. Tani kanë filluar të japin makinës para ca viteve se kështu që dhe në konceptin e shumë familjeve, nëse mund të jetë shqiptar, mund të jetë i huaj, gratë nuk punojnë. Ti do bëj pak me këtë gjë, nëse ai do të ishte financiarisht do thoshte shiko rri se merrem unë. Është bërë edhe unë do bëja. Është bërë trend kjo housewifing. Tani varet sa do nëse e bëm pak. Do dalin për udhime. Shiko, ëndra janë se dëgjoj, mos u vinë sikletë, edhe unë për shembull do doja. Shiko, me të drejtën, unë kam 2 vite që kam ekonominë time, jam e pavarur, edhe nuk është se e kam mendjen aty, qofse ti ke shumë, atëherë më ke marr. Siç thash në fillim, duhet të ndihem e vlerësuar, duhet ta di domethënë çfarë vlerë kam tek personi dhe se si më vlerëson, se si do më trajtoj. Është shumë e rëndësishme për mua se si do më trajtoj dhe se sa vlerë kam tek ai, ndryshe çdo gjë tjetër që ky mund të ketë si background, për mua më bie direkt. Domethënë, nuk më intereson as sa pasuri ka, apo se kush është, apo se me çfarë është marr, mua nuk më intereson fare nëse mua nuk më vlerëson, edhe të më shikoj si gjën më të lartë që mund të ketë në jetë, kupton? Tani unë flas me shumë, edhe janë gjëra që nuk i ndaj në publik, po flas me edhe me shumë personazhe që janë shumë të famshëm, shqiptarë nga më të famshëm, goca, të cilat në momente të caktuara kur publikisht kanë dalë që janë ndarë. Madje njëra më shofer më ka thënë nuk e di DM-i im, tha, çfarë është bërë në DM-in e Instagramit. Dhe tha një gjë që s'kuptoja unë. Dhe tha Darina nuk e di, a më shpjegon do ti, çdo më thënë, njëri i thoshte tjetrit që ti shkruante, flas për personazhin më të famshëm të Shqipërisë, dhe i thoshte ç'a do ta hap gojen. Dhe kjo tha, ore, po kush është ky njerë? Shumë vulgare kjo. Kush është ky që ç'a do të hap gojen? Dhe këtë e kam dëgjuar shpesh. Pra, që në një moment caktuar vinë kur ndodh një histori dhe shohin u turren, se tash kjo ndodh në gjithë botën, është si puna e xhunglës. Pra në xhungël kemi një vajzë shumë të bukur, kemi një vajzë islame, muslimane, e famshme, padyshim në fakti që je kjo që je, ka që qeshu, ka këshu, o nxit fantazinë e njerëzve për gruan ideale, patjetër, dhe grua ideale, etj. Dhe patjetër që ka
do ketë dhe mësymje, siç i ka ndodhur kësaj, siç i ka ndodhur shumë mikeshave të mia që janë të famshme në Shqipëri, që marrin dhe thonë, besoj që e ke ndjerë dhe ti këtë budalliku që ndodh në DM. Kam pasur edhe pafund kërkesa të çuditshme. Pafund Ka ndonjë kështu qesharake fare që do thoje? Qesharake janë gjitha, me thënë drejtë. Dhe unë nuk i marr dot seriozisht. Ka bërë koment, më ka bërë përshtypje një koment që më ka dhënë një djegës, të kisha marrë direkte për nuse, ama s'mbahesh se jesi 63. Ç'do të thënë? Që 63 që harxhon shumë. Benzin gjasme, po jeti versioni femrës që kërko. Se dia që harxhon tua ti. Tash direkte muhabeti sa harxhoj. Unë nuk është se i hap me të drejtën, as nuk i shikoj fare, unë biles kur më shkruajnë për kështu muhabetesh, nuk i marr dot për seriozisht, se më duket sikur kanë qef më shumë këtë pjesën që jam e famshme, se sa për të më njohur mua si vajzë edhe kush jam unë, domethënë. Më duket sikur kanë gjëra interes nga mrapa ose. Absolutisht. Sikur vetëm kanë qef. E vërtetë është, tash i herë me hatin edhe kaq. Po. Nuk më duket e përshtatshme. Po, kanë qef edhe ato fabulën e tyre, duan të kenë fabulën e tyre tek shokët. Tash mund të jetë ndonjë atje i cili s'ka ku të takojë ty sepse ti mezi kapesh ose duhet bëj gara me makinë, po ti ke lënë gara tani. Kështu që ai do vazhdoj me shpejtësi, do tak të frenosh edhe iku dhe ai e humbi. Por gjithsesi, un kam një pyetje këtu se një pjesë të gjërave i folën, po më pëlqeu kjo. Nëse ka diçka për te faktit, për te buzëqeshjes tënde, për te faktit që je kaq e zonja në komunikim që ke ndërtuar në rrjetet sociale, që ti do doje dhe duke marrë parasysh dhe gjithë ato zhurmë që ke krijuar, qoftë me muzikën që dëgjon një vajzë muslimane, ç'është një gjë jote, një vlerë që do doje, ndoshta se ke thënë me zë të lartë, sepse ti jetë kaq cepi yt te TikToku dhe nuk del as në televizion, as nuk bën moral që edhe unë të përgëzoj për këtë. Ç'është një gjë që do doje që djegësit e tu dhe kryesisht femrat më shumë të donin që ta merrnin nga ty? Me thënë drejtën, edhe pse jam parajgjykuar shumë, unë e cilësoj veten si një person shumë thjesht. Jam një person i thjeshtë edhe kur ulem tavolinë me çfarë do lloj personi, unë di ta bëj një muhabet me të. Shtrohem, ulem, flas si normalisht. Nuk është se i dalloj njerëzit nga numrat e followersave apo nga llogaria bankare. Mua nuk më intereson shumë nëse ti më jep mua një muhabet të mirë, unë di të ta kthej dhe të respektoj po aq sa më respekton dhe ti mua. Pra këtë pjesë nuk e kam pasur kur problem. Jam një person i thjeshtë, këtë mund ta them me plot gojë. Ama për vajzat do thoja që mos të varen nga dikush tjetër për jetën e tyre. Jam dakord, çdo kujt i pëlqen dhe i lezeton, ama duhet edhe të punoj vet. Duhet mos të punoj të merret me diçka. Duhet merret me diçka sepse jeta është kaq e shkurtër, sa që në fund ditës nuk do mbash mend asgjë. Thjesht shkova bleva 1-2 gjëra, por nuk është vetëm kaq. Edhe pse jo ta shëtisin gjithë botën. Bota është shumë e bukur, edhe ka shumë gjëra për të parë. Më fol më që për më dhe më fol që për botën. Kush janë, se të shohim që udhton shpesh, kush janë vendet që të kanë bërë lëmbresa? Edhe si udhton ti, në ça bën ti? Çfarë turiste, je turiste muzeumesh, je turiste restorantesh të shtrenjta, je turiste foto te Louis Vuitton apo Prada? Varet me kë shkoj, varet nga grupi shoqëror, edhe varet nga vendi. Qofse bëhet fjalë për Dubai nuk ka shumë histori apo muze të ndryshme. Shumë mollë ka, shumë. Aty do shkosh për një makinë, për një çantë, për diçka luksi, edhe për restorante të shtrenjta. Pastaj shkove në Itali, është vibe komplet tjetër, je pak më klasike, aty ke muze, shkojmë, kam vizituar edhe shumë kisha, edhe njerëzve u bën shumë çudi kjo gjë, por ne nuk e kemi ndaluar që të vizitohet, nuk ke pse të shkosh ta dhurosh. Ti thjesht më shkon si një turiste për t'i parë. Absolutisht, është kulturë, është kulturë. Dhe më pëlqen pafund. Italia e kam në zemër, edhe Parisi më ka pëlqyer goxha, por edhe Dubai pasaj për këtë pjesën e qefeve të moshës edhe këto gjërat e Dubai ka arkitekturën edhe ato jetën, po Italia çfarë pëlqen shumë? Ose di një vend që ka lëmbresa për shembull. Njerëzit kanë qenë shumë të respektueshëm. Edhe më ka bërë çudi se më përpara kam pas menduar që Europa ka mendim shumë të keq për vajzat me shami. Po, për pjesën e fesë,
por që më ka bërë shumë përshtypje që më komplimentoj njerëzit në rrugë. Kur shkoj në Itali, njerëzit që s'mnjohin fare ose bella ragazzi, ku domethënë ka që italianë, do ta bëjnë qefin, atë janë të mirë. Po, dhe më pëlqej shumë, domethënë e kuptoj që pa bëjnë qefin, po më lezeton. Nëse në Shqipëri të ngullin syt, shohin si zona fal, duket, domethënë e kuptoj që po merr mësysh, po më ha mësysh, vetëm duken pa fol fare. Edhe jam me veten kështu, mashallah, se duhet me bollë për veten tate. Se të marr mësysh. Por që në Itali më pëlqen shumë edhe ushqimi. Unë vdes për spaghetti bolognese, edhe për lasagnet, gjithmonë me mish viçi, edhe pse në restorantet atje edhe bëjnë zakonisht me ragu derri, por që e kërkoj, domethënë i bëni dot viçi, po se bët, më thoni se porosi, sa ka porosi. Se deri. Do respektoj atë të festime, prapë kudo që shkoj, domethënë tek ushqimet edhe te çdo gjë. Me që ra fjalët e ushqimet edhe te kujdesi për veten. Ça bën ndonjë gjë apo je thjesht nga natyra se tash është 19 vjeç, kupton? Mos harrojmë të fakt pavarësisht se duket sikur ke tërë jetën. Unë kam një gjë që do doja da ndryshoj me kismet, po për momentin nuk di të gatuaj. Edhe ha shumë ushqim të gatshëm ose jashta. Gjithmonë ha në restorante. Po, ke problem ushqimin, ke marrëdhënie me ushqimin ti, e do shumë. Po, e dua ushqimin. Nuk është se jam ndonjë llupse e madhe, unë një vakt në ditë ha me të drejtën, se mua më pyesin njerëzit si mba linja ti, qa ushtrimesh bën apo qa ushqimesh ha. Sekreti është unë s'ha. A ke parasysh unë po sa nga gjithë apo se ko haron? Ko kam me thënë drejtën, kot me thënë që s'kam ko, po ku di unë, nga që zgatuaj vetë, dal direkte, unë zgjohem në orën 1, dal nga shtëpia në orën 3, do bëj një punë, shkoj të thonjë për shembull dal në orën 5, do ha diçka, shkoj në shtëpi ora 8, flet gjumë pastaj, do hash edhe një snack, një patatinë, se kështu e mbushim në ditën. Edhe aq mbi, një vakt mua. Edhe atë vaktin ngopem që të supa. Ke parasysh është nga që grumbullohet gjithë dita në një vakt edhe ngopesh më shpejt. Po kështu fitness bën? Jo. Kam dashur në fakt, jam matur disa herë. Në ëndrat e tua, po e mendon? E kam menduar. E shoh shpesh në TikTok, duket bukur. Më fal, këmisha është Zimmerman? Jo. S'është. Do të ishte Zimmerman. Po mirë se pas ka Zimmerman, do thoshin njerëzit ndoshta është diçka më e shtrenjtë se Zimmermani. Po është ai modeli. Është modeli poshtë. Po. Se ngjash. Jo, është shumë e bukur, po thjesht u fiksova unë, nga që mbaj mund të ke pas një video me shumë çanta Louis Vuitton, tash më kujtua, shumë portokalli kutit. Po. Ato. I ruaj kutit, i kam qef. Dhe i kam pas vënë te garderoba gjitha. Tani do bëj një garderobë të re mezi, po pres të më vi, supozohet vi këtë javë. Edhe ti vendos edhe një nga e para gjitha kutit bukur e bukur, sa më pëlqen. Tani ajo shtëpia 2 kaç që kishte videon e fundit, shtëpia jote? Po, është 3 kaç. 3 kaç. Po mirë, që në gjendje edhe ti. Po, normal. Nuk është se kur nuk kemi qenë keq njerëzit që është në gjendje. Shmirë, është në rregull. Shikoj, diçka ke ti po ka punu babi. Për tek kësaj pjese, sepse kjo pjesa është padyshim ajo që bën zhurmën, se nuk do njeri të di për hallet e shtëpisë apo dashuria e familje, kur merr miliona në TikTok. Tash kjo është e vërteta e botës, se përderisa edhe Trumpi doli si papa, tani kjo është një lojë që luhet në rrjetet sociale. Pra që nga bisedat që pata me ty edhe herën edhe gjatë takimin në Zyrë, ti ke një pasuri tjetër shumë të madhe që është familja jote. Kish pasuri. Po. Pasuri që nuk e blen dot. Nuk e blen dot. Pra, ti edhe kur flisje për mamën, pavarësisht për plasjeve që kishe për çështjen e shkollës, flet me dashuri, për babin flet me dashuri dhe një edhe si autoritet, po ndërkohë edhe kundërshton që kjo tregon një familje të shëndetshme, se mund të ishe rri aty, marto me filanin, mos u nda kurrë, kupton, mund të ishte edhe familje që të dhunon të lirinë edhe dëshirat e zemrës. Ke pavarësisht për plasjes me motrën e madhe, sepse ai shkon në shkollë, na çmendim atë mjekësi, se kështu më tha në Zyrë mua. Ja tash ajo me atë mjekësin dha, na çmendim. Ai është 6 vjet mjekësia, sa të durosh ti atë? Ke dhe një motrë të vogël që është fance, Andale, se përshëndesim. Bravo, jemi mirë, jemi në treg. Nëse motra jote më njeh mua, jam në rregull. Doja ta merrja sot, po si dola nga shtëpia, kështu shpejt. Po ke lidhjen, ke shoqërinë që ke shumë të rëndësishme. Ke trurin që prodhon gjëra, edhe mban veten, edhe fakti që ti në gjithë historinë tënde, që është histori pra fëminore, duket mua pavarësisht se për ty në këtë moment është e rëndësishme, sepse unë kur isha 19 vjeç, në atë moment ajo gjë ishte shumë e rëndësishme për mua, pastaj rritem dhe reflektoj. Kështu që nuk mund të fus jetën time tek ty.
por gjithsesi ti ke marrë dhe një leksione të rëndësishme, që është leksioni para ose fjalia, më pëlqeu shumë fjalia nga Kurani që mbas vështirësisë vjen lehtësia, edhe ajo të ndihmon shumë, sepse nuk e shef dritën, që kjo është dhe me buzëqeshjen tënde, ndoshta edhe deti të ndihmon. Por ajo që është tjetër shumë e rëndësishme është fakti që ti ke kuptuar një leksion të madh dhe këtë doja ta thoja unë ty, sepse më ka bërë përshtypje që pavarësisht ja apo si e me shami, për te çdo gjë kush je ti, ku ti përket, ku të feje, ç'a besimi ke, ç'a makine ke qef, ti ke kuptuar që të duhet pavarësia jote në fillim, të gjesh të krahët e tua, në shpa domethënë të futesh ti vetë në çdo lloj marrëdhënie, qoftë marrëdhënie pune, qoftë marrëdhënie shoqërore, qoftë marrëdhënie dashurie, ti je zonja vetes. Sa asgjë nuk i diën në botë dhe kjo është shumë e rëndësishme që ke marrë të leksion. Kaq i vogël dhe unë realisht ta admiroj për këtë, bravo të qoftë. Dhe doja të thoja se kjo është pak e gjatë, por unë kam pak merak, kam pas gjithmonë këto sulmet që siç të thash janë bërë ty apo i bëjmë personazheve ndryshëm në emër të fesë. Nuk besoj kurrë tek njerëzit që flasin në emër të fesë. Besoj tek marrëdhënia që është me Zotin. Por doja thoja që ti ndryshe nga çfarë ka thënë një pjesë, mendoj që shumica të duan. Po ndryshe çka ka thënë një pjesë, ndryshe nga çfarë janë ulëritur nëpër ekrane, ndoshta sepse dhe s'ke shkuar as ti, i ke lënë të lirë të ulë rasin, se kjo ndodh në televizion, është sekreti ynë. Ti je një imazh shumë i mirë. Faleminderit. Je realisht një imazh, ti je një gocë e mirë, bën atë gjën, e bën shumë mirë atë gjën, dhe bravo të qoftë. Ajo është një punë e jotja, ke fituar ato procesi, gjërat të ndodhin ty ka ndodhur të tërve, nuk është asnjë nuk i ndodh asgjë. Kështu që je një imazh shumë i mirë dhe me shkollë të lartë apo pa shkollë të lartë, ky është meraku mamit. Me shkollë të lartë ti je shumë e zgjuar, edhe je një gocë shumë dhe ke shumë bekime dhe kjo është e rëndësishme që ke kaq shumë bekime. Faleminderit. Kështu që unë absolutisht kur diskutua ardhja jote këtu, patjetër që të gjithë ishin shumë të interesuar, edhe gjithmonë te grimi kur them kë kam dhe si e more, se s'ka dal. Kështu që bravo të qoftë për këtë imazh dhe të falenderoj që erdhe. Por që je vërtet më bë shumë qefi që të kam. Më bë shumë qefi sepse absolutisht artikuluar deri në fund. Kishte çik emocione në fillim, po nuk të ha, themi ne nuk të haqeni shkopin. Nuk e di se thuan arabisht. Por do të nuk të haqeni shkopin. Kështu që je një imazh i mirë, një vajzë myslimane, një vajzë që jeton çdo ditë, beson, ka besime vetë në vet, dashuron do familjen, respekton, por mbi të gjitha respekton vetën e vet. Edhe besoj që ky është, nuk e kam lexuar Kur'anin plot, por po ta kërkoja respekti për veten edhe për Zotin, edhe për veten e vet dhe limitet që i vë është shumë e rëndësishme. Kështu që bravo. Mendoj që kam shumë për të dhënë akoma. Siç e tham 100 milion herë që jam e vogël edhe kam jetën përpara, do nxjerr shumë si me sigurt. Edhe kjo bisedë sot më ka bërë ndjem shumë mirë, ishte e këndshme edhe e kam shijuar. Edhe unë e shijova shumë. Kam sa pyetje këtu që mi ka dhënë stafi, tha ti kesh ta mos harrosh projekte të reja, roli, plane të reja, vizion për të ardhmen. Po e ardhmja jote e the pak a shumë. Kam shumë plane në fakt. Dua të bëj shumë gjëra të bukura, shumë gjëra të çmendura, nuk dua ta lë me kaq, dua të jap gaz. Kur i thon gaz, në kuptimin figurativ të gazit, jo gazit e makina, po gaz me jetën. Se do të nda makina deri në fund. Ti që je vogël, shumaker i vogël. Kam shumë qef, domethënë që të jap sa më shumë zjarr kësaj gjës. Domethënë nuk kënaqem me ato shifra 1 milion. Dua pse jo të bëhem në gjithë botën. Kur janë mundësit. Me anglishtën je mirë. Mirë, po mirë. Të kapësh botën. Mirë, kemi pak e çik të theksin shqiptarët e anglishtja. Por që s'kam provuar në fakt të bëj video anglisht duke folur. Shiko, këtë ta bëjmë bisedë pastaj pas studios, se do bëjmë të planë e biznesit, do flasim këtu. Por që të thash që ditën e parë ke diçka ti që e ke është si ajër ndërkombëtar. Ta thash edhe këtu. Ke ajër ndërkombëtar, është ajo qeshura jote, fakti që ti i shkon deri në fund asaj videos që bën, domethënë, edhe mënyra se si ke ndërtuar historinë, besoj që s'ka asnjë
s'ka asnjë lloj ndryshimi nga goca në botë, kështu që e ke këtë gjën edhe e ke shumë ndërkombëtare. Por pastaj për më vonë do vazhdojmë se filloni qeshin të gjithë ju, pastaj bëni shtoni konkurrencën, që është okay. Gjithsesi për momentin nuk ke shumë konkurrencë dhe për momentin besoj që kushdo që mendon që ti nuk do ja dalësh vetëm, nuk besoj që këtu nga kjo intervistë e kuptojnë që Shpresoj që gjithë dhe e kuptojnë edhe ti vërtetoj të kundërtën. Këtë e kam luftë për vete për momentin. Okej, falenderoj shumë. Faleminderit ty. Ándale.